Dhe miqtë të dashur, pjesën e dytë të kësaj prive nisi me një material i cili ka të bëjë me të famshme ndonjëta kostumi apo kallashi. Ajo vjen sonte në prive për të na shpalosur më shumë detaje sa i përket videoprojektit të saj të fundit, të cilin e ka xhiruar në Dubai. Cilat janë të rejat e saj dhe pse këtë herë vjen më pak e zbuluar, e ndjeki materialin nga Florian Halili. Jemi mësuar të lexojmë një lloj lajmi për të, punën e saj, fansat e deri tek muzika. Por pak jemi fokusuar tek planet dhe atë se çfarë dëshiron të bëjë Donjeta Kusumi me jetën e saj. Valltarja më e famshme në Kosovë e njohur si Kallashi, për dytën herë ishte në Dubai, por jo për pushime. Këtë radhë ishte për të realizuar klipin e këngës së saj më të re të zhanrit balad. Kallashi dhe baladat. Arsyeja se jam kanë kësa herë në Dubai, se unë jam kanë edhe një herë tjetër për pushim. Kësa herë këmë shku për me bo një videoklip edhe këmë kry, edhe më ka ra më najtë një javë. Është nga ato gocat që nuk heziton të shfaq as setet e saja që për shumë kë janë ëndër. Por ishin këto linja trupore që nxorën pak a shumë probleme në shtetin musliman teksa po merre me xhirimet e klipit të këngës më të re. Kumenu që e kam shumë letë për me xhiru një klip. Nuk u kanë letë edhe foto me bë, e le mo me xhiru diçka sa atje definitivisht po t'i theshin edhe kamerat, videos qytetit sidomos. E kështu që kam pyet në për vende që marrin leje për xhirime, edhe më kanë thënë që to e kit lejushme, që to se kit, është vend fetar, janë shumë musliman, edhe do vene ku këmë xhiru shumë, do thonë, shefsha pak si me zare bëjsha xhirimet, mos më pas sigurime, po e këmë xhiru, do pjesë. Edhe veni ku këmë desht me xhiru, që më ka ndihmu shoqja Mirela, edhe jemi lidh me një shokun e vetë, edhe na ka çute ndërtesa. Edhe aty e ka pasaj që jeton në atë ndërtesën edhe na ka ndihmu shumë. Na ka ndihmu, e këmë bo aty mrena, xhirimet, edhe poshtë këmë bo xhirime, edhe fotografi. Me thonë, nuk e di a ka bona i kush klip aty prej t'hujve, përveç do këtë një film është aty e bona. Po, edhe që aty e këmë bo gjysën e klipit, pak e këmë bo në Sahar, që do pjesë i këmë morë. Është e njohur për thyrjen e rregullave, madje di të shoqërohet me raste edhe në polici. Por valltarja është si ai lloj vajzave që si bëhet vonë, ka qefin primar. Edhe në Dubai, Kallashi bëri gjëra fshehurazi duke rrezikuar të përfundojë arrestuar. Fatkeqësisht unë kam pas shumë problem përderisa kam shku me një vend pak si më antik, e kam desht te një muze, kam shku, po. Edhe aty, si jam shku aty, kam kërku prej sigurimit, më ka thonë që du të mor leja. Ishte një leje arabisht që ma ka dhonë, me mail me çu, me kontaktu me atë agjensin që ishte ajo, ishte shumë e komplikume. Edhe sa kum shku aty me njerë sigurimi, më ka dalë, që hanis ato arabisht u thonë, kisha edhe atë që na shoqëronte në përvendet, edhe u mirëshin vesh, nuk bën xhirime, foto mundësh, xhirime të klipit jo, po dhe si kum vetë, u munojsha, sa kaleshin sigurimet anina dhe bojsha, edhe pse kishe kamera dhe me njëra vishin ndërpreshin klipin, edhe u bojsha kishe i thesha që unë po boj foto, kështu që inshallah nuk ma shlym për YouTube. Të flasim pak për këngën që ra Sebep e Kallashi me gjithë ekipën nga Kosova e pa në Dubai për një javë radhazi. Jo mundu në vendin ku kanë ma antike dhe ma, dhe me thonë, që ku mujtë edhe me himrana, jo mundu pak ma e mdune, se kum po edhe artistë arabistë, me thonë, që janë kanë do femrat që kanë bërë foto, edhe kum po si ambasadorëve janë bazu, ma e mlume mu kanë. Pjesë ka me kanë një 4 pjesë, mos ga bofsha. Konga ka mu kanë, unë e kum bo diçka kitë ndryshe, jo mësu me knu. Edhe kum bo, është si lloj balade, është shumë e bukur, më ka pëlqyer shumë, edhe është pak me arabisht. Edhe konga thirrët shek. Do më thonë, nuk du shek, po du dashni. Pas publikimit nga prive të fotove dhe xhirimeve të para të qëndrimit të Kallashit në Dubai, ato që pasuan ishin shkrimet lidhur me ofertat e shejkëve, parat, reklamat e tjerë e tjerë.
Janë ato vene të saktume, po asë që kom pyet për ato vene që më ka interesu për normalisht me paret vetë, kom shku aty me paret e mija, edhe une kaldova shok që më batë shoku, edhe më kanë ndihmu, edhe më ka thonë që më me bo një kopë, një apo pak të plan, anti-bashkë kate, e ku bare plan aty dhe ku bare të potë. Mesa Bërshia Dubai e kalon Kallashin me pasoja. Vallëtarja që ekspozon të gjithë shpengatitë e saj ka ndryshuar shumë stilin e saj. Ekspozimi i tepërt duket që tashmë i përket kaluarës. Unë e kom shtu edhe fotot në Instagram, për menimin kam e njën ka pas në shok, pas të të pas, shram a kutat. Kështë të për mua të kam të pak ma e Jo, gjeni tjela. Për të gjithë ju që nuk e dini, vallëtarja ka nisur të ralloj paraqitjet e saj në kafenen e Cobra City. Ajo kohëve të fundit është më rezervuar në paraqitjet e saj. Nuk e lana, shumë e ka të po që të pa, edhe ko me po shejk të qep, kipin e ty prapë të baj bashkë të shumë prapë, prapë të kolla të prapë të kolla, prapë të me shku dhe me bojnë të të tjetër atje, edhe sa po menar, këtë pa më më për të shkete, Nëse rastisht, do ta merrte një të Kallashe për markesin dhe në shehë.